Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e orës 14 në RTK. Kryeministri Ramush Haradinaj ka takuar kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës Nexhat Daci, nga i cili ka kërkuar që në proceset e rëndësishme në për të cilat po kalon Kosova të përfshihet edhe më shumë ashaku. Haradinaj me këtë rast e ka njoftuar akademik Dacin për angazhimet e qeverisë në proceset me të cilat është duke kaluar Kosova, me theks të veçantë në rrugën e integrimeve euroatlantike dhe procesin e dialogut me Serbinë. Në anën tjetër, Daci tha se institucioni të cilin e udhëheq do të ofrojë kontributin e vet dhe përkrahjen e gjithanshme për vendin. Qeveria do të nisë fushatën informuese për transformimin e FSK-s, e cila do të bëhet në shtetet partnere të vendit tonë për tranzicionin e kësaj force. Sipas kryeministrit Haradinaj dhe zëvendës ministrit të FSK-s Burim Ramadani, procesi i tranzicionit është në koordinim të plotë me aleatët strategjik. Po ashtu është theksuar se Kosova është e gatshme të kontribuojë për siguri në rajon e MXR. Projektligji për statusin e punëtorëve të arsimit të viteve të 90-ta nuk u votua në komision për shkak të mungesës së kvorumit. Debati u mbajt edhe pa kvorum, pasi deputetja e vetëvendosjes Arbërie Nagavci e lëshoi mbledhjen e komisionit. Në këtë mbledhje u paraqitën kërkesat dhe opinionet që janë drejtuar nga institucione të ndryshme lidhur me këtë projektligj. Gjithashtu tha se projektligji është duke u vonuar, ndërkohë që përfaqësues të Ministrisë së Financave thanë se ky projektligj përbën implikime buxhetore. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka pritur në takim ambasadorin francez në Kosovë Didier Chabert, ku është diskutuar për zhvillimet aktuale në vend me theks të veçantë mbi dialogun Kosovë-Serbi. Kurti shpjegoi edhe një herë që ndrimin e tyre ka rshi dialogu të filluar nga presidenti i Kosovës, sipas tyre pa mandat nga Kuvendi i Republikës. Në fund të takimit, palët shpranë interesimin për kontakte dhe takime të vazhdueshme. Për dialogun Kosovë-Serbi ka folur edhe kryetari i PSD-s Shpend Ahmeti. Ai ka mohuar mundësinë që partia e tij të mbështesë dialogun me Serbinë, të udhëhequr nga presidenti Thaçi. Ahmeti ka thënë se procesi është jo transparent dhe nuk ka informata rreth tij. Ai ka shtuar se nëse gjithçka është e vendosur, opozita s'ka pse të shkojë në Bruksel, vetëm sa për fotografi dhe pastaj të shpërndahet faji për marrëveshjen përfundimtare. Komuna e Prishtinës dhe Oda Ekonomike janë pajtuar për një memorandum komunikimi në mënyrë që të adresohen të gjitha çështjet që ndërlidhen me zhvillimin ekonomik. Ideja doli nga takimi i mbajtur në Prishtinë mes kryetarit të komunës Shpend Ahmeti dhe atij të OEK-ut Berat Rukiqi. Pas takimit, Ahmeti tha se në grupin e komunikimit do të adresohen çështjet me interes për sektorin privat dhe lobimi për ndryshimet e nevojshme në legjislacion, ndërsa Rukiqi deklaroi se duhet që komunës t'i jepet hapësirë për dhënien në shfrytëzim të pronave, sepse kjo sipas tij nxit investimet e jashtme. Policia e Kosovës, për shkak të situatës shqetësuese në trafik, ku shumë persona kanë humbur jetën në aksidente, ka marrë masa serioze shtesë për parandalimin e tyre. Sipas raportit të policisë, vetëm brenda 24 orëve janë shqiptuar gjithsej 1552 gjoba trafiku, që është numër rekord i tiketave për këtë vit. Prej dje është themeluar edhe task forca për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Një zjarr i madh ka shpërthyer në mesditë në një parcel për mbledhjen e kurishteve në Podujev. Ende nuk dihen shkaqet e shpërthimit të zjarrit, ndërkohë që raportohet se nuk ka të lënduar. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur te Qershiat në hyrje të Podujevës, 5 kilometra larg qytetit. Lajmin e ka konfirmuar për RTK Bekim Bislimi, komandant i stacionit policor në Podujev. Disa sulme vetvrasëse në jugperëndim të Sirisë kanë lënë të vdekur 10 persona në kohën kur trupat qeveritare po avancojnë ndaj pozicioneve rebele. Një seri bombash vetvrasëse dhe disa sulme në Sirinë jugperëndimore kanë vrarë 10 njerëz, ku mediat shtetërore po fajsojnë shtetin islamik. Një sulmues vetvrasës shpërtheu eksplozivat e tij në një treg të zënë në qytetin Sfeida, rreth 120 kilometra në jug të kryeqytetit Damask, në mëngjesin e të mërkurës, ndërsa luftëtarët e ISIS-it gjithashtu sulmuan edhe disa fshatra në veri lindje, njofton Agjencia Shtetërore e Lajmeve SANA. Sipas kësaj agjencie, sulmuesi vetvrasës doli në
nëpër treg me një motor dhe hodhi vetën në erë. Luftëtarët e ISIS-it thuhet se sulmuan 3 fshatra në verilindje të qytetit Sfeida, duke vrarë e plagosur një numër të madh njerëzish. Kreu i autoritetit shëndetësor të Sirisë vendosi numrin e viktimave nga sulmet në 38, por observatori sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani, i cili mbështetet nga një rrjet burimesh në terren, vuri numrin e viktimave në 56. Provinca Sfeida është kursyer nga shumica e dhunës që qytetet siriane kanë përjetuar që nga fillimi i konfliktit në vitin 2011, por javët e fundit forcat qeveritare të mbështetura nga ushtria ruse kanë nisur një ofenziv kundër pozicioneve rebele duke rikthyer shumicën e territoreve nën kontroll. Në Pakistan ka filluar votimi pas një fushate zgjedhore të lënë në hije nga shqetësimet e manipulimeve dhe dhunës. Rreth 106 milion pakistanez janë regjistruar për të votuar për antarët e dhomës së ulët të parlamentit dhe 4 asamble provinciale. Dhuna zgjedhore tashmë ka shpërthyer me të paktën 15 të vdekur në një shpërthim në qytetin Quetta, ndërsa një tjetër person u vra në dhunën mes punëtorëve të Partisë Popullore. Partia Pakistan Tehreek Insaf e ish yllit të kriketit Imran Khan shpreson të mund lidhjen muslimane të një tjetre pas një mandati të plot. Të mbijetuarit e zjarreve që lanë të vdekur të paktën 74 persona në Greqi kanë përshkruar se si u detyruan të hidheshin në det nga një zjarr i cili goditi si një flakë hedhës. Greqia vazhdon të përballet me furi i zjarrit të pamëshirshme që ka zënë në befasi shumë njerëz, duke vrarë 74 prej tyre. Trupat e 26 të rriturve dhe fëmijëve që me sa duket vdiqën në përqafimin e njëri tjetrit u gjetën afër detit në fshatin Mati. Familjet e dëshpruara për të ikur zjarrit ishin nisur drejt detit, por ishin bllokuar nga muret e tymit dhe flakës, ndërsa të tjerë vdiqën në ndërtesa ose makina. Një mbijetuar ka rrëfyer se si flakët po i ndiqnin gjatë gjithë rrugës deri në ujë. Ndërsa kërkimi për personat e zhdukur vazhdon, një faqe në internet është hapur për të ndihmuar të afërmit të gjurmojnë më të dashurit e tyre. Qindra zjarfikës kanë luftuar me flakët të cilat janë fryrë nga era deri në 60 km/orë, duke shkatruar komplet fshatin bregdetar të Matit, përfshirë shtëpitë dhe automjetet. Mati ndodhet në rajonin e Rafinës, i cili është mjaft popullor për turistët lokal, veçanërisht pensionistët dhe fëmijët që shkojnë në kampet e pushimeve javore. Një numër i rrugëve dhe shtigjeve të evakuimit janë bllokuar nga zjarri, ndërsa skenat e ngasësve duke ikur nëpër autostradë përmes tymit i kanë ngjarë atyre të filmave. Dimitri Piros, drejtori i shërbimeve mjekësore, ka deklaruar se shumë njerëz të tjerë kanë pësuar lëndime të tmerrshme për shkak të shpejtësisë së zjarrit. Kjo është fatkeqësia më e madhe e zjarrit në Greqi që nga viti 2007, kur 10 njerëz vdiqën në gadishullin jugor të Peloponezit. Ndërkohë, kryeministri Aleksis Tsipras gjithashtu ka deklaruar 30 zije kombëtare. Zjarret janë një problem i përsëritur gjatë muajve të thatë të verës në Atik. Zyrtarët kanë sugjeruar se flakët e tanishme mund të kenë filluar nga zjarrvënës që po plaçkisnin shtëpitë e braktisura. Do të lajmet në RTK FM deri për momentin, mirupafshim.